gabimi më i madh, gënjeshtra më e madhe që mundet fëmiu jon, i cili i ka mbushur 18 vjet, edhe mendon se nuk ka nevojë për këshillën e prindrit e dikujt tjetër dhe thonë se është i moshëritur edhe mund të bëjë çfarë të dojë. Pra kjo është një gënjeshtër që na ka futur sistemi i modernizmit, por në sistemin islam është një mënyrë krejt ndryshe e edukimit, sepse sa do me qenë njeriu i moshëritur, qoftë 18, 20, prap ai nuk është pronar i vetës vetë, plotësisht. Ai ka nevojë për këshillat, praktikat, përvojat e më të rriturve. Madje edhe vetë prindëri ka nevojë, sado që të jetë 40, 50, 60 vjeçar, ai gjithmonë gjatë jetës së tij mëson. Prandaj mos u bëni dembel, mos hezitoni, sa më shumë që ti keni fëmijët më të vegjël, merrni afër vetit, tregoni rrëfime nga jeta juaj, sepse nëse ata nuk dinë për vuajtjet e juaja, çka keni vujt në jetën tuaj, atëherë kur i dëgjojnë nga të tjerët, qoftë në përjete sociale, sidomos ata prindër që janë pak ma shumë fytyra publike, atëherë fëmijët e juaj për fat të keq ndikohen aq rënd, sa që nuk dëshirojnë as të flasin me prindrit, as të jenë komunikativ, krijojnë botën e tyre në vetvete dhe mendojnë se kështu janë të pamvarur. Prandaj edhe nëse i mbushësh 18 vjet, vajze dashur, djali dashur, rinia jonë që jeni, prap ne kemi nevojë, ju keni nevojë, edhe na si prindër kemi nevojë për këshillat e njëri tjetrit, për shkëmbimin e përvojave. Shpeshherë ndodh kur fëmijët e mi i din disa gjana më bukur se unë. Por andaj edhe unë si prind kam nevojë për këshillat e fëmijëve, por sidomos fëmijët gjithmonë kanë nevojë për këshillat e prindërve. Pa marrë parasysh që ndoshta ndonjëherë i duken ato këshilla, ato tregime, ato rrëfime, ato vuajtje të prindërve, ato vendime të prindërve, ndoshta i duken demode, i duken pa lidhje, por do të vjen një ditë kur ti me të vërtet do të vedisohesh, por atëherë ndoshta do të jetë vonë, sepse nuk e ke më nënën tënde, nuk e ke më babain tënd në jetë. Prandaj këshillën pranoje, mos mendo se je 18 vjeçar, unë jam i Zoti, unë e kam veturën time, unë e kam punën time, e tjera, këshilla është gjithmonë e nevojshme për çdo kënd. Suksese, bëni share, bëni like. Faleminderit.